Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim me zotin Egzon Osmanaj, menaxher i programit të Friedrich Ebert në Prishtinë, do të flasim për situatën politike dhe të sigurisë. Egzon, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit edhe jush. Çfarë po ndodh me qeverinë e re pas daljes së rezultateve zyrtare? Në media është folur për një takim midis Bedri Hamzës dhe Abdi Xhikut. Ndërkohë që nga krau tjetër, vetëvendosje ka kërkuar rivotim të votave me post. Pra, kjo do të thotë që do vazhdojmë të paktën edhe për marsin mos kemi qeveri? Po, më shumë gjas po, tash janë shpallur rezultatet përfundimtare ditën e shumë. Dhe është një afar ligjor brenda secilit të gjitha partitë politike, po dhe kandidatët në mënyrë individuale mund të paraqisin ankesa të ndryshme, fillimisht ndaj panelit për zgjedhjen e ankesave dhe parashtesave, por edhe në gjykatë respektive. Dhe kjo periudhë pak a shumë do të kalohet duke u shqyrtuar këto ankesa, dhe rrjedhimisht është paksa e vështirë, për mos thënë e pamundur që të kemi ndonjë lëvizje në muajin mars. Megjithatë, pritet janë që gjatë muajit prill do të intensifikohen përpjekjet për themelimin e institucioneve, për themelimin e qeverisë më saktësisht, për shkak se mbledhja dhe konstituimi i kuvenit është vetë rregulluar me nenin 66 të kushtetutës dhe nuk lë shumë hapësirë për interpretim. Megjithatë, negociata për themelimin e qeverisë mund të marrin më shumë kohë se sa që ne do të prishim ose do të kishim dëshirë. Dhe kjo mund ta zgjasë procesin e themelimit të qeverisë, që shumë lehtësisht mund të na zë edhe fillimi i verës pa një qeveri të re. Ju i njihni mjaft me zhvillimet politike, atë që ka ndodhur në shkuarën dhe çfarë mund përgatitet tani? Ka shanse që Hamza me Abdi Xhikun të arrijë një marrëveshje për një koalicion për ta nxjerrë Kurtin në opozitë? Po, sistemi jonë e lejon një gjë të tillë, megjithatë fillimisht duhet të shfrytëzohet mundësia ose të jepet mundësia fituesit të zgjedhjeve në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, pasi që është drejt ekskluzive që të tentojë herën e parë të formojë qeveri. Normalisht kjo e drejt ekskluzive i mundësohet vetëm herën e parë, ndërsa herën e dytë është në diskrecion të presidentit, këtë rast presidentes, për të parë se cilat forca politike provojnë dëshmi ose fakte se mund të sigurojnë shumicën e nevojshme për të themeluar qeverinë. Dhe në këtë rast, pra nëse herën e parë dështon fituesi i zgjedhjeve që të themelojë qeverinë, atëherë mund të kemi ose mund të vijë në fakt, si më thënë, palët të dyta ose partia e dytë e tretë, po jo domosdoshmërisht. Pra, kandidati nuk mund të jetë i njëjti, megjithatë, prapse partia e parë mund të propozojë një kandidat tjetër dhe të paraqes para presidentes fakte dhe dëshmi se ka shumicën e nevojshme. Pra jo domosdoshmërisht me automatizëm e drejta shkon te partia e dytë ose e tretë, por që kandidati duhet të jetë ndryshe nga ai i pari. Dhe në këtë kuptim shumë lehtë pra munden që edhe partitë e tjera, në këtë rast parti që kanë dalë në renditje të dyta dhe treta, nëse i sigurojnë numrat e nevojshme për themelimin e qeverisë, mund të dorëzojnë dëshminë e tyre te presidentja, por vetëm pasi që është shtërrur, si më thon, afati i parë ose mundësia e parë për themelimin e qeverisë nga partia fituese në këtë rast. Zoti Osmanaj, ka një frym tek vetëvendosje që ndoshta janë dakord që ta lënë qeverinë për të paktën një vit? Nga ato që kemi parë nuk duket diçka e tillë, pa nga deklarimet publike të kryeministit Kurti, ai ka insistuar që partia e tij që ka dalë para në zgjedhje do të themelojë qeverinë dhe do të vazhdojë të qeverisë pra me vendin. Megjithatë, ajo që është ndoshta diçka më interesante është fakti që kryeministri Kurti kategorikisht ka refuzuar që do të kenë ndonjë bashkëpunim me cilën do forcë tjetër politike, dhe kjo e bën paksa më të vështirë formimin e qeverisë në këto rrethana. Për shkak se lëvizja vetëvendosje deri tani ka siguruar 48 mandate, që janë të pamjaftueshme për të themeluar qeverinë e vetme, shto këtu edhe numrin e pakicave jo serbe dhe jo shqiptare, të cilët mund të shkojnë deri në 10 mandate, pra kemi 58. Në rastin me të një 59 deputet të cilët mund t'i siguroj lista ose partia fituese e zgjedhjeve pa përfshirjen e ndonjë partie tjetër shqiptare, pra që ka dalë në vendin e dytë të tutje. Dhe kjo e bën paksa të vështirë themelimin e qeverisë në këto rrethana, përveç nëse kemi ndonjë lëvizje brenda
kuvendit, pra ndonjë lëvizje individuale nga deputet të cilët vendosin të bashkohen partisë së parë, grupit parlamentar të partisë së parë, atëherë mund të kemi diçka pak më reale. Përndryshe, tash për tash duket e vështirë që lëvizja vetëvendosje të themeloj qeverinë e vetme me rezultatet të cilat janë tani edhe me përfaqësimin aktual i cili pritet të jetë në kuvendin e Kosovës. Pra në gjitha rastet, të gjitha formulat pritet që të jetë një qeveri e cunguar, se koalicion gjerë është vështirë. Po, zakonisht në këto sistemet proporcionale, qeveritë e koalicione janë gjithmonë të brishta. Në Kosovë një gjë e tillë ka qenë evidente nga shpalla e pavarësisë së tutje, pra kemi pas koalicione të cilat kanë qenë mjaft të brishta edhe kur kanë pas mbështetje më të madhe, si më thonë, në kuvend. Pra kemi pas koalicione që kanë pas 1/3 e votave në kuvend, megjithatë prapë kanë qenë të brishta për shkak të natyrës së vetë sistemit, pra që është. Veçanërisht kur kemi parti të cilat ose kur kemi qeveri në fakt, të cilat kanë vetëm mbështetje minimale, pra që zakonisht është 60+1 deputet, e që nuk garanton gjithmonë pra qëndrueshmëri të koalicionit. Megjithatë është me rëndësi të theksohet se kjo as pak nuk e afekton punën e qeverisë, për shkak se qeveria në momentin që merr mandatin, mandej është fuqi plotë për me vazhdu me punën e saj. Atë që mund të ndikojë është performanca në kuvend, pra miratimi i ligjeve që zakonisht kërkon ose shumicën e thjeshtë ose shumicën absolute për 61 deputetëve, dhe kjo mandej mund si me thonë në farë ta paralizoj punën e vetë qeverisë në mënyrë indirekte, për shkak se politikat dhe legislacione që do shlyhen përpara mund të mos e marrin mbështetjen e duhur në kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj gjithmonë preferohet në një sistem të tillë, pra që të kemi një shumicë solide e cila shkon përtej shumicës ose numrave minimal, këtë rast që janë 60+1%, plus një deputet fakt, në mënyrë që të sigurohet pra mbështetja në kuvend ndaj politikave të qeverisë, ndaj iniciativave ligjore të cilat i shtyjnë përpara. Unë shpresoj shumë që edhe në këtë rast do të kemi ndoshta një shumicë të tillë, pavarësisht deklarimeve publike të partive opozitare, po edhe të partisë fituese që nuk do të ketë ndonjë lloj bashkëpunimi mes tyre, prapë shpresoj që partitë politike do të ulen, do të diskutojnë dhe do të gjejnë një zgjidhje e cila është më të mirë të Republikës së Kosovës. Dje në Kosovë ishte shefi i dialogut Sorensen, por ndërkohë ashtu si qeveria duhet presë, edhe dialogu duhet pres. Ndërkohë për situatën pra në Prishtinë, por edhe në Serbi situata nuk është e qetë me protestat kundër Vučićit. Pra, muajt përpara nuk është se presim ndonjë zhvillim. Aq më tepër edhe ata që shpresonin që SBA mund të jepte një shtytje, Trumpi se ka mendjen fare, aq më tepër marrëdhëniet mes Brukselit dhe Washingtonit. Ndoshta kjo mungesa vëmendjes së Trumpit tash është pozitive, ndoshta për momentin, duke pa qasjen e tij dhe zhvillimet në anën botën globit fakt. Dhe në këtë moment unë kam dyshimet e mia nëse do të ishte pozitive apo do të ishte negative përfshirja e administratës Trump në zgjidhjen e kontekstit në Serbi. Megjithatë, ashtu siç e thatë edhe ju, momenti është paksa i tensionuar, pra në Serbi kemi këtë valë masive të protestave që e kanë cenu pak a shumë ndoshta qeverinë atje edhe presidentin Vučić, ndërsa në Kosovë ende jemi në këtë situatë pasgjedhore, pra kur po presim me themelu një qeveri të re dhe me ditë se çka do të jenë prioritetet e kësaj qeverie për 4 vitet e ardhshme. Dialogu është thënë që është një prej proceseve më të rëndësishme dhe patjetër që është proces i rëndësishëm veçanërisht për Kosovën, për shkak se është një mjet përmes cilit Kosova synon me e zgjidh përfundimisht kontestin e Serbinë dhe me e siguru përfundimisht njohjen e saj të plotë ndërkombëtare edhe konsolidimin e saj në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, kjo nuk e ngon asesi Kosovën që të angazhohet në procese të tjera paralele, siç është procesi i antarësimit në Këshillin e Evropës, po edhe procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, në të cilat Kosova, si më thon, ka obligime të një anshme të cilat duhet të shtyhet përpara në mënyrë që të arrijë antarësimin. Për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria të themelohet sa më shpejt, veçanërisht për shkak të sesionit plenar që Këshilli i Evropës zakonisht e mban në maj, pra sesioni pranveror, dhe ku Kosova prapë synon ose ka shpresë që të jetë pjesë e agjendës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Duke parë lëvizjet globale, duke parë ndryshimin e rrethanave, mendoj që kjo është ndoshta një nga shanset e fundit reale që Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës. Çdo vonesë tjetër do të paraqiste rrezik të jashtëzakonshëm fakt
për mundësinë e antarësimit në Këshillin e Evropës. Dhe po përmend Këshillin e Evropës për shkak se është një prej organizatave më të rëndësishme ndërkombëtare ku përfaqësohen shtetet sovrane në mënyrë të barabartë, dhe kjo do të ishte një arritje e jashtëzakonshme mbase më e madhe që nga shkalla e pavarësisë për Republikën e Kosovës. Veçanërisht këtu e mendoj konsolidimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës, pra uljen në një sallë të përbashkuar dhe të përbashkuar dhe të barabartë në të gjitha shtetet e tjera evropiane. Zoti Osmanaj, ju pak më lart u shpreh dyshues nëse Trumpi mund të përfshihet në këto momente te Kosova, por njëri nga pjesëtarët e familjes, djali i tij, Donald Trump Jr., pra ishte pak ditë në Beograd. Harta, deklaratat për bombardimet, etj. Ishin deklarata realisht të forta. Vinin edhe nga familja e presidentit. Por në Prishtinë, Osmani, Kurti, por edhe në Tiranë këto deklarata pra kaluan në heshtje. Pavarësisht se ishin të forta. Po, normalisht ishin të forta, ishin pak edhe shokuese, me thënë drejtën, për shkak se përveç qasjes se djalit të presidentit Trump më ndryshe nga administratat e mëhershme të Shtetit të Bashkuara, në farë forme e delegitimoi edhe intervenimin e NATO që ka ndodhur vitin 99, dhe kjo mendoj që përbën një rrezik të jashtëzakonshëm për gjithë rajonin, për shkak se këtu janë disa të vërteta, të cilat janë absolute dhe pra nuk kontestohen, duke filluar nga gjenocidin në Bosnjë, në Srebrenicë, në mas në lufta dhe sfastrimi etnik e gjenocidin në Kosovë dhe intervenimi i NATO-s, pa që ka qenë puro intervenim humanitar. Në momenti kur këto të vërteta kontestohen, atëherë po kontestohet i gjithë rendi juridik dhe politik ndërkombëtar, pra që është i bazuar mbi disa vlera dhe mbi disa norma që është nga lufta botërore. Mendoj që në këtë kuptim është pak sa e rrezikshme qasja e Donald Trump Jr., veçanërisht vizita e tij në vendin tonë fshinjtë të Serbisë, por këtu më duhet të them se këto raporte ose këto marrëdhënie që duken më të afërta me qeverinë e Serbisë kanë një farë background ose kanë një farë pavije ekonomike, pra kanë interesa ekonomike, të cilat i kemi pa gjatë viteve të kaluara në Beograd. Dhe duke parë Trumpin pra si një president që ka background të një biznesmeni dhe ka një qasje pra puro biznesmeni transaksionale, atë kjo paksa e vë ndoshta në rrezik të gjithë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak se tash është krijuar një momentum i ri i cili do të tentohet të shfrytëzohet nga Vučić dhe nga shteti serb. Unë shpresoj shumë që në gjithë këtë kataklizm, si më thënë, Brukseli dhe BE-ja do të intervenojë dhe shtetet evropiane do të jenë më aktive, pra në marrjen e një roli më aktiv në zgjidhjen e kontesteve në Ballkan, po edhe duke i ofruar një perspektivë më kredibile të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për shkak se kjo është formula dhe mënyra vetëm se si këto vende mund të angazhohen drejt zgjidhjeve të qëndrueshme të kontesteve dyfaqe që kanë mes tyre. Pra, ne kemi pasur momentin kur ka pas perspektivë kredibile, kur si Kosova, si Serbisë janë ofruar benefite të qarta, atë të dy palët janë angazhuar seriozisht në parafrimin e qëndrimeve të tyre dhe në gjetjen e zgjidhjeve dhe arritjen e marrëveshjeve të qëndrueshme. Mirë po, prej vitit 2014 të tutje, pra kur ka pas një farë zbehje të perspektives evropiane për Ballkanin Perëndimor, kemi pasur edhe këto dy vende pa kanë hezituar dhe disi janë larguar, se me thonë, nga i gjithë procesi i përmirësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Edhe diçka të fundit kam sot, është firmosur një marrëveshje trepaqe për mbrojtjen nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, por në këtë momentum të ri, SBA-ja është e pazëvendësueshme, por Kosova i bie që tani realisht mbështetet pas SBA-s tek Turqia. Po, unë mendoj që janë disa partnerë kryesorë në të cilët Kosova duhet të mbështetet. Kosova vetë se ka marrëdhënie të mira me Turqinë, ka marrëdhënie të mira me Britaninë e Madhe, që duhet t'i kultivojë me tutje, dhe ka marrëdhënie të mira edhe me Kroacinë këtë rast, normalisht edhe me Shqipërinë. Pra janë disa alianca me vende të fuqishme ose vende të rëndësishme edhe brenda aliancës së NATO-s, të cilat Kosova duhet t'i kultivojë, por nuk do të mjaftohet vetëm në nivelin ushtarak.
pra duhet të zhvilloj marrëdhënie edhe ekonomike, pra të nxjisë investime nga këto vende, pra që të kemi një parafrem edhe ekonomik, veçanërisht me vende si Britania e Madhe. Është e rëndësishme që në këto rrethana, siç e theksuat edhe ju, pra kur mbështetja e Shteteve të Bashkuara nuk mund të merret më e mirëqenë, që Kosova të filloj dhe të zhvilloj marrëdhënie më të afërta me këto vende të tjera, pra të cilat janë mike të Kosovës dhe të cilat e kanë përkrah pavarësinë në mënyrë të pakushtozuar të Kosovës. Kosova i ka avancuar marrëdhëniet e saj veçanërisht në nivelin ushtarak me Turqinë, që mendoj që është diçka pozitive. Dhe të njëjtën gjë duhet asimoj ta bëj, siç e thash, edhe me aleatet e tjera që janë të rëndësishëm, e veçanërisht e vë theksin te Britania e Madhe, e cila është një prej antarëve, kisha me thonë, më të rëndësishëm të NATO-s në kontinentin tonë. Unë besoj dhe shpresoj që qeveria jashtme do të fokusohet dhe të ketë prioritet forcimin ose zgjerimin e këtyre aleancave, për shkak se po shohim që në rrethanat e ditëve të sodit, kur po ndodh një rrështim global, ndoshta i papritur, i paimagjinuar disa vite më herët, Kosova duhet të arrijë veten, pra të tentojë që të forcojë marrëdhëniet me aleatet e saj, po edhe të tentojë që të qartëzoj çka janë prioritetet e saj dhe ku duhet të fokusohet. Derisa vitet e kaluara prioritetet mbase mund të ketë edhe të tjera, tashëtutje, mandatin e ardhshëm qeveria, pra përveç normalisht problemeve të brendshme siç janë inflacioni, papunësia e tjera, do të fokusohet dhe të ketë fokus të qartë të veçantë në rirreshtimin e saj, ndoshta apo edhe në forcimin e këtyre aleancave, në mënyrë që ta ketë mbështetjen e këtyre vendeve të rëndësishme brenda jashtë kontinentit. Zotë Osmani, falenderoj shumë për analizën politike dhe të sigurisë. Faleminderit shumë, kënaqësi.